letë premtojnë çka dojnë. Dhe thonë, është marrë për çdo 4 vjetë marrë ti me një program edhe më s'pezbatu kur. Nuk kemi pikë sot për qili. Unë nuk kom shtrirje partijake, as që më nimon dikush. Unë e kom bon një plan të zbatushëm për toke i cili është i nevojshëm për Prishtinën edhe për 4 vjetë e përgadis Prishtinën për mu bo krye qytet qashtu qësh i takon, me identitet të rronjeve tona dërdana e i lire, edhe muj që të punë me i bon. E tash, pse më besu mu? Sepse i keni provu, që ta tonë jënë të provu, që ta sigurët nuk bojnë kur gjahish. Letë premtojnë çka dojnë. Dhe thonë, është marrë, për çdo 4 vjetë marrë ti me një program edhe më s'pezbatu kur. Që ti kuckat, berri, kiflet, ko me bo liqenin, ban hajgare, edhe që kjo sa një hellë që i përmenet. Që nuk jam kunder edhe zbavitjes e zonit e defrimit e trive. Mirë po, unë e kërkoj votën pe i prinderve, që dojnë me pas gjenerata sigurta, shnosha e disciplinume në për shkolla, e lypi votën prej atyne që nuk dalin më votu e që janë gjysa e Prishtinës, sepse ju ka hu besimi, edhe këtu tani e bojnë punën ose e përcaktojnë fitusin që to grupet e interesit ose shtrirjet partijake, që kryojnë edhe përqamjen mes njerëzve. Prishtinë si vynë tash një kabinet, edhe një kryetar efektiv që e bën Prishtinën funksionale. Unë i kom shpresa që to, edhe lypi vot popullore, i ftoj që ata me dalë, stop, dej sa do shku që shku, edhe të zbatojnë një program që mas 4 vjetë nuk kemi pas qëto probleme që i kemi sot, edhe të vazhdojnë pastaj e të zhvilluam. Për ndryshe, në aspekt në zhvillimit ekonomik, i kom para po edhe një 4 fabrika që kemi hap, edhe ndim sportit, kulturës, arsimit, gjithsesi edhe gjitha këtyre.